se cili e kemë obligim ja kushtu një diçka në orën, se sidomos në një kongë që ka profesion këndimin. Kjo kongë për mua është kryevepër, histori. Edhe lërish më i me thonë, sot do kongë më i me realizue, si kur kjo kongë nuk vjen asë njën shprejje. Nuk ka dert a ka shikueshmëri miliona. Kjo është e veçantë në zemër temë. Edhe ka me mbet ta njetën, se e këm kushtu komplet ato që e këm dje mrenda. Edhe ka pas raste që e këm kajtë kur e këm shkujt tekstin. Se kështu normal, kur ta bësh spotin e këto, kur ta kënojsh kalër një kohë i e mbushën, ama është kongë e veçantë për mua. Edhe krejt aty në shembull që i ngojnë këto kongë që e kanë një prind që e kanë humbën, lumet ata që e kanë nanën e let ja din vlerën, sa e kanë gjallë. E kur se kanë mu befasu dhe vetë të në kur të shojit për çka e kanë Ke marrë shpesh komentet e tilla pas publikimit të kësaj këngë, po më intereson, thash pak më herët, po besoj që mundet me qenë një numër shumë i madh i njerëzve që mundet ndoshta me pas të njëjtën histori dhe me gjetë veten shumë në tekstin cilin ti e ke kushtu. Cilat ndoshta janë kuna ato mesazhet më të veçanta sa i përket kësaj? Po, qëra në pak e këmë bo tekstin jashtëzakonisht është i rëndë, abdi kështu me mendue pak me emocione. Ndoshta edhe këmë tepru pak, po abdin këmë dash me shprej ashtu nga zemra që shekëm një. Edhe tash ka pas komente shembull, s'kanë vujtë edhe me ta thonë se kanë kajt, abdin kër e kanë, sidomos në atë fillimin kur pa të ndruje jetë veç nona, po s'kem shka me bo, abdin se cili e kemë obligim ja kushtu një diçka në orën, se sidomos në një kongë që ka profesion këndimin.